Unë jam koni gatshëm gjithë me marrë problemet e të kujt. Unë s'jam me kërkon. Problemi pas zhivën në nga. Unë ka arë gjëna. Dhe që kom prit kur të marrë në momenti. U bë idhull i shumë femrave. Nuk i mori zemrat vetëm të adhurueseve, por edhe të kolegeve. Do ishte pikërisht gjinia e bukur që i jepte famën, e më pas do e largonte nga muzika. Grupet që e bëri të famshëm i dha lam të mirën. Skillzat e kanë hup. Kjo është e vërteta e fshehur e Ledri Vulës. Para pak dite festoi ditëlindjen e 29. Si fëmia i vetëm në qiftin Gjeraldina dhe Agron Vula, ishte djalë i përkdhelur i rrethit. Lidhja e fortë që ka me prindërit shtohet edhe më shumë kur i përmenden gjyshi e gjyshja. Nana ka 4 libra me poezi, gjyshi ka librin e 7 të përfundu për Hasan Prishtinën. Çfarë thua? Është duke na ndjekur gjyshi? Po. E gjyshin e përshëndesim, gjyshin e përshëndesim. Gjyshin edhe gjyshin. Dushëm. Si i vogël, Ledri do të tregonte talentin në muzikë. Publiku i parë ishte shoqëria e ngushtë. Me muzikën e ka dashur gjithmonë, tekste ka shkruajt pi fëminis. Ton koni ki po Ledrin nëse kur i ki fol diçka Ledris ta ka kthy telefon e kom ditë që është të shkruaj një tekst i ka rënë mend diçka dhe domethënë Ledri ka qenë ashtu gjithë. Muzika nuk do ishte pasioni vetëm i tij. Basketbolli do plotësonte një pjesë mjaft të rëndësishme të Ledrit. Devish kishte një super lojtar basketbollist. Ka qenë super talent edhe mos kish vazhdu me muzikë, ai sot që më që kishte një lojtar shumë i mirë. Ka qenë për ma dallume në Prishtinë kur kemi lujt edhe ka pas qasi karakteri që tonë ka dash me fitu edhe duke ka veç basketboll e ka kështu në jetë. Mirë po, përpos nga familja dhe shoqëria, dashurit e madhe do pranonte edhe nga publiku. Si një adoleshent do bëhej bashkë me Visarin, duke krijuar grupin e njohur Skillz. Unë Ledrin e njoh shumë moti, e njoh prej kohës basket kur kena lujt, në klasën e 6, 5, shumë moti dikur. Po që shtash dhe ma herët, kër erdha prej Amerikës, erdha këtu edhe ketë atë eksperiencë e praktikova këtu, janë nisa me repovat edhe një për nëtëve kemi qenë Area B52 më duket ka qenë një vend ku bëshin freestyle, no? Edhe pa pritmans, po shfaqet një djallë, i cili më ranë vesh më spore, edhe u ktheva me pa, e pashtë Ledri. Edhe njëjtën kohë merr dhe e ndjenja e mirë se e një dhe ma herët, ajo është diçka plus. Edhe pa një pa dy nuk më menu 2 herë kom ftu për me formu një grup. Edhe Ledri tha po dhe me njerë ja kena nis punës. Na po vim, na po vim, na po vim, na po vim. Shumë projekte do bënin që vëmendja të kthehej te kjo dyshe reperash. Publikimi i këngës A Femnat lançuar në ombrellën e grupit Skillz do i ngjiste lart në karrierë. E pasaj, solën edhe këngë tjera, të cilat morën epitetin hit. Se ti vesh mund ta kën jam ka tu lodha tu ngu tu filozofu jam ka tu
Krijimet të një pasnjëshme bën që grupi Skellz të deportoj fuqishëm dhe të sjellë freskinë në botën e repit kosovar, duke u bërë ndër më të kërkuarit. Ata bashkonin forcat me shumë reper të tjerë dhe shfaqeshin në shumë programe televizive. Pas disa sukseseve në këngë me grupin Tingulli Trend, Skellz do bëj edhe zyrtarisht pjesë e labelit Baba Stars. Viti 2008 do I sjellte 2 çmime të rëndësishme. Në Videofest, A Femrat shpallën kampion të eventit, ndërsa në kënga magjike fitojnë çmimin Best Hip Hop në bashkëpunim me Stine. Gjatë 7 viteve karrierë, Skellz kanë publikuar 2 albume, njërin me emrin e grupit, e tjetra Rap, Sex and Money. Me kalimin e viteve, filloi të korrë më shumë sukses dhe të ishte ndër më të përmendurit e skenës. U cilësua si një ndër dhe u bën një ndër çiftet më të dashura për publikun. Ej, Mirë ashtu bashka? Ej, bashka. Mama, po të bëni të mrekulli, mirë se erdhe. Por jo gjithçka shkoi mirë. Në prill të atij vitit, emri I Ledri Vulës dhe labelit Baba Stars u bë pjesë e medias për një përleshje në aeroportin e Cyriot me të parin e OTR Noisy. E gjithë ngjarja mori vëmendje të madhe mediatike dhe u veshën histori nga më të ndryshmet. Po, që shokon puna, ja ka nisi pre problemeve të vogla, të tim pre sanave të vogla, tash gjatë rrugës ato bën mëdha, edhin. Ky problem kishte nisur nga disa këngë të Noisit, të cilat ju adresuan labelit Baba Stars. Rreshta ofenduhet që ky grup reperash nuk mundën t'i përballonin. Nuk ja kthyen me të njëjtën monedhë, por zgjodhen të konfrontoheshin në mënyrë të drejtë për drejtë. Të gjithë dinë si ka fillu, domethënë, ky problem para disa viteve, kur I rrahuri përmes këngëve dhe përmes intervistave është mundu të fyj me fjalë Baba Stars, duke me mendimin për të bërë I famshëm, si shumica e reperave të llojit tij. Baba Stars dhe Noisy pas grushtave filluan luftën edhe në media online, ku publikonin video të një pasnjëshme për të treguar se kush kë e rrahu. Në këto imazhe, Ledri shfaqej shumë I dhunshëm dhe me mesazhe që përmbanin një fjalor banal. Tek ti tjetri ka pushën aty, që kia të shenjë këtu na, jo këtë tyrën kom edhe boju pushën deri në vdekje Baba Stars for life. Por javë më vonë, u mendua se gjakrat u ftohen dhe gjithçka I u kthye normalitetit deri në një moment. Noisy nuk e la me kaq, ai publikoi një këngë me fjalë të rënda për labelin e Prishtinës, e sidomos për Ledrin. Dis nuk mori vetëm nga Noisy, edhe antari Baba Stars Atko Stresi I dedikoi një mesazh përmes një video. Ka njerë me pas një femën të kërvet edhe me pas dhe qatë person që e përmendën, po me tonë si sa femën. A ku kuptor, kjo e realiteti. Kështu që si cili ka jetën e vetë, unë së më gjykoj, se këta më pajtuve, po. A më gjykoj fakti që unë e përmnajt me tonë. Por si duket, këto vetëm ja përforcuan pozicionin që kishte. Ai në krah përveç Baba Stars e pati edhe datë financëqire. Në atë kohë, për neve gazetarët ka qenë shumë në rregull kur është folë për ta, se është puna jonë me pas çka me shkru. Por ndoshta të kishte vazhdu ma shumë dhe mos ishte tërhek Ledri në atë moment, ishte mërzit shumë dhe kishte kalu në banalitet.
Energjia pozitive që kishin mes vete u transmetua edhe në ekran. Ato bën imazh i kompanive vendore për të reklamuar produktet e tyre. Të dy ishin së bashku në koncerte gjithandej. Këngët që krijonin bashk rezultonin me sukses. Po më pëlqen dhe Tonight, ndër vite u treguan si duetet më të mira të momentit. Në fakt, Dafina dhe Ledri tashmë ishin tandem i pandar. Kjo afërsi e shndrua në dashuri që po shkëlqente, filloi të humbas ritmin, shkasi një lidhje të vjetër që e kishte Dafina dhe nuk e kishte përfunduar. Tashmë ishi dashuri i saj, pasi kuptoi të gjithë pabesin, në shenjë hakmarrje nuk u përmbajt, dhe deshi të sqaroi hesapet duke rrahur Ledri. Lajmi që qarkullonte shumë në media u konfirmua edhe nga nëna e tij. E rrahin Ledri Vulën. Lajmin për Klan Kosova e ka konfirmuar nëna e tij. Gjithmonë për kacafytje, gjithmonë luftat edhe përlamjet janë bërë për femna. Kështu është edhe në rastin e Ledrit, bile publiku kështu e din. Si do të qoftë, duket që këta dy kanë të i kaluar, dhe kësë në proces gjyqësor, më duket që Ledri ka pas lajmëru që nuk është paraqit pala tjetër, dhe janë ende në proces nuk është finalizu kur gja. Në koni gatshëm gjithë me marrë problemet e të tërkujt, për deri sa pjertë kanë lonë vetë. Të gjitha problemet bashk bën që Ledri Vula të mos ndihej më mirë në skenën e muzikës. Hups nuk është ai që rrëzohet, po ai që nuk qohet. Ma çdo të keqe e pamundën është pa ardhmë e mirë. Rrahje, disa e sidomos ofendime ishin një presion i madh për të. Do i duhej një telefonat që Ledri të reflektonte dhe të bënte një status për hapin që do merrte. Me këto fjalë, ai e përshëndeti muzikën, e me të do shpërbëhej grupi Skells. Më stëm njona për arsyeve kryesore pëse unë jam tërhek, është problemi që na krejti me konë shok. Pra nuk mëj me kuptu që është repjo qaq i rëndësishëm njëtën e tëne sa ata mu prish. Me na konë shok, unë e festimi, djumi, vigani, visari, keti u konë maj babi, po na e na konë klik që na konë krejt bashkë, o ri, ko bardull, mës t'i përmeni, mës t'i haroj as njonën, po DJ Flow e krejt. Edhe tash më da prej kërkarit, jem me këta, jem me ata, unë s'jam me kërkan. S'jam i anshëm, sa nëj të kërkur shesh. Krejtëm njojnë e din qëta njerë jam. S'është qa që rëndësishëm repi për mu sa mu prishën me njerë që ju thëmë shok. Visari do vazhdonte i vetëm, por që do merrte emrin e grupit me veti. Skivi Skells do shndroi në një ndër këngëtarët më të kërkuar dhe më nuk e kishte hijen e Ledrit pas. Edhe pse korrem mjaft suksese, prania e Ledrit i mungonte Skivit dhe atë e ka shprehur shpesh herë nëpër intervista. Po normal, mungon shumë se i kena kalu një 7 vjet bashkë. Normal, veç nuk do me thonë që mungon se prap shinave tone, do me thonë apet planet, muzikën, nuk do me thonë që i menoj veç vetë, muj me përdorë dhe na opinion të atina herë do kur ashtë. Pavarësisht që Ledri nuk e pa më në skenë me Visarin, ata të dy vazhduan shoqërinë e tyre. Vula vizitonte akoma studion e Baba Stars dhe ishte në dieni të çdo projekti që do publikonin. Gjatë pauzës,
Ledri u pa edhe me raperët e labelave të tjerë. Vula ishte ndër të paktit artist që kishte raporte të mira me të gjithë prej tyre. Ledri dhe gjatë kohës kur ka qenë pjesë e labelit Baba Stars, ka qenë mik edhe me djemtë pintave. Ka pas raste kur I kemi pa edhe me Lyrical Sun edhe me MC Creation, duke që tash ka gjetë edhe vetën pak ma shumë, edhe pse edhe I përshtatën pak ma shumë, djemtë e pintave janë pak me kam ma në tokë. Edhe pse ishte gjatë gjithë kohës me ta, Ledri gradualisht u largua nga media dhe lajmet për të u zbehën. Nuk mund më thonë që s'na ka mungu, se u mësum për një kohë për çdo ditë ka 3 në ditë shkru Ledri kështu, Dafina ashtu, Ledri Dafina kënej, Ledri anej, Ledri kënej, edhe për një moment u zhdok. Na ka mungu edhe pse ka pas tek tuk ndonjë lajm, fansat po e kërkojnë Ledrin, fansat po kërkojnë që Ledri me pas bashkëpunim me te, fansat po pyesin nëse Ledri është pajtu me X reperin, por që na ka mungu, neve na mungojnë gjithmonë lajmet. Gjatë kësaj periudhe, Ledri Vula u fokusua drejt një destinacioni të ri. Pasionin që e kishte babai I tij për regjin e trashëgoi edhe ai. Agron Vula, që ka bërë regjin e shumë programeve televizive, përfshirë festivalin Kënga Magjike, me apo pa dëshirë, e injektoi këtë dashuri edhe tek I biri. Regjin ashta e kom pak prej edhe prej babit. Sigurisht. Unë kom qenë edhe tash... Ke nënën që shkruan? Gjerin, Geraldinën? Shkrimin prej saj, ndërsa syt prej babit për film. Gjatë kohës kur Ledri ishte aktiv në muzikë, veç se filloi studimet në këtë degë të artit. E me njëherë, kur ndali veprimtarit muzikore, arriti edhe të diplomojnë në këtë disiplinë. Pasioni I madh u shpërblye me notën mesatare 9.6, ndërsa tema e diplomës mori notën 10. Regjini ka pëlqyer gjithmonë prej babës, Agron Vula është. Ai ton kohën të e këshyra agronin të punu, adin ton kohën I ka pëlqyer ajo, edhe ka pas shef u interesoj ka ashtu, edhe aty ka shumë talent, adin kur luajshin basketball për shembull e kap ke I shtyke I prejke sen edhe ka pas energji me bo ato, me këshyr vetën që shpo dele, qa o bo, kështu që edhe për agji ka pëlqyer shumë, ajo me janë që pi babës e ka bo. Që s'ka skulloj para kamerave. Gjenepësh. Pak I stresu dhe emancipu kështë të tonë, emocionu. Kisha me thonë që është ndryshe I rritun se ndryshe si person. Jo shumë ju ka përshtat ai Ledri ma herët. U ka qenë shumë në përshtatje me karakterin e tij, ma aq sa mundemi me vrejt në atë për intervista, apo ndeja, kushdo që fletë për te, se jemi vend I vogël dhe njihemi krejt me zveti. Pas rikthimet me klip, ai vendosi të flas ekskluzivisht për emisionin prive dhe të rrëfej gjithçka. S'ka pas ditë që se ku menu qëtë moment. Edhe në var mënyrëve që kom prit kur kom arë në momente, kom ditë që po që kom dasht as me lo më vënu shumë, as më këthy shumë herë. Që një ditë ka ardhë Artani, as nuk e ka ditë që përdu me bo muzikë. Edhe ka të regu që jo të shku në Amerikë edhe që u mani edhe për shkojmë të vojna një spët. Ma ka jep një energjit mirë edhe e kom fillit tripin që për një me o ka të me ndodhë.
Kur shkuj më kallëzu prindve që apo du me bo. Ja normal si gjithë. Ma nga një përkrojën. Si për fillimin dhe i stash. Just do it. Me të publikua 100 problemet, a i mori një mbështetje të jashtëzakonshme nga publiku shqiptar. Shumë komente do bënin që reperi të ishte i bindur që ka bërë zgjedhjen e duhur. S'ka pos, naj moment ma të veçantë, naj moment ma të mirë, një temë nuk më përjetu. Ma mu ka bloku Twitteri, mu ka bloku Instagrami, mu ka bloku Facebooki, mu ka bloku telefoni, retweet, share, krejt, edhe njerës që s'ngojnë e pop, njerës që rukon se që për mu mas pavarësis nuk ka po sen ma të madhë. Nuk unë një moment i jetës tem që s'ko me arru kur. Duke i morë parasysh rrethonat, une si krejt shoqënia jone e kena kuptu që ndoshta ka pas nevoj me vendos shpejt. Edhe normal që ka vazhdu shoqënia, deri para vitit 3. Pse para vitit 3? A i ke di që ka më kthy letër muzikë? Fatkeqësisht edhe ato nuk e kom ditë. Për që ato po të thëmë deri para vitit 3 ka ekzistu shoqënia shumë mirë prap. Marrëdhëniet me Baba Sars e Visarin u prishën, por që u bë bashkë me reperin që dikur edhe u përlesh. Mjaftoi një fotografi me reperin Noizi që ata të pushtojnë mediat. Shifet që është ma i pjekun dhe i ka të i kalua ato dhe bashkë me kolegun e ti vazhdojnë me qenë dhe kjo është e mirë dhe njerë duke të këna përmenë bashkë që është shumë e mirë për të dy palë se kanë arrit fansat e ty në mi bashku edhe me vazhdu drejtimit vetë se cili pëse jo dhe me ndojnë bashkëpunim. Po, si pas gjitha këtyre që ka përshovim tash, po rezulton që po. Angela Martini më duke të ka pas në prive, apo. Ka pas në prive një emision ku të regon që me shtine s'ka pas kur gjanë. Bile nëse majmen tamam, ajo thot kam shku për shkak se Fadil Berisha më ka lutur, unë kam shku hajtë që gjina. Ka të regu për problemet të jam duke të ka qenë kështu nëse nuk gabaj. Në anën tjetër Ledri kur është pyet, e kalon si as po, as jo, si me buzëqeshje këtë farë pune. Kështu që dhe për ne me jetët e nikëm kjo gja, nuk di nëse kanë qenë bashkë apo jo, për potezi ka qenë shumë i mirë që është këthy me një super femër në videoklip. Një punë, e më dhe në gjendë e thash, këta kja dhe kanë thanë kishe kënë herë e parë që kishe një mu one për mu këthy në këtë punë dhe i thashën, qëse e baj, ashtë qëse unë jam e pjesë si ka mu ba video edhe editing e gjithë që e punën. Edhe hypë me film computer me ba, si ka me kënë skenat që kena me prëntu, që kena me ba, e këta gjënë, kësho ka no. E kena fillu me prënu, edhe unë e kam ba këtë projekt, gjaja parë kam ba për Hatet Fadilit. Shumë kohë mirë me Ledrin, i na kuptu shumë mirë si shok, kam shku në Kosovë se kam dash me ba editing me video, që video t'jenë profesionale edhe perfekt. Një shumë, unë s'kam thënë jam bashkë me Ledrin. Unë s'kam thënë kodë, ku më kanë pyet mu në herë, unë kam thënë e vetë mja gjamë mardhanja me mu me Ledrin janë 100 probleme. Unë s'kos kam thënë jam single as jam single, që di unë që kanë po njërës tjerë, është gjë ndryshe. Nëse ndon ti, kthejnat e kjo tjetra, nëse ndon ti, kthejnat e vjetra, nëse ndon ti, kthejnat e kjo tjetra, nëse ndon ti, kthejnat e vjetra, nëse ndon ti. Ledri Vula nuk e lak të deklarat në heshtje, jo me intervista, po përmes armës më të fortë që ka, vendosi të përgjigjej. Në hitin e publikuar gjatë 2014-ës, Nëse m'don ti, kishte mes rreshtave edhe një mesazh për Angela Martini. Syna që si ngaca, yes, këtë unë kapë në sukses në intervjist, bot Angela më në krevet ajo dresh, nëse së m'don ti, kthejnat e kjo tjetra, nëse m'don ti. Me këtë këngë, u mbyll kapitulli i Angeles dhe do regjistrohej si një ndër femrat e shumta të njohura që u pan krahati. Asnjë nëse një ku mu, vet publik se cili tash mu, Don Juani skenës muzikore shqiptare. Vite më parë, Vula ka qenë në lidhje me këngëtarën Tuna, me të cilën solli edhe një bashkëpunim.
Më pastaj, më e madhe u bë ajo me Dafina Zeqirin, një lidhje dashurie që nuk pati një fund të lumtur. Po pas rikthimin në skenë, ata dy u bën bashkë sërish, ama vetëm si koleg e shok. E nga kjo periudhë, Roni kthen kohën pas dhe shkëput një moment që ka ngacmuar Ledrin adoleshent. Njëri për rasteve që është pak funny, është në shkollë mesme në pushim gjatë, korridor, Ledri me dy shika kështu në pushim gjatë, këtë gjenerata aty, këtë shkolla, edhe unë shkoj jadeshi shorëse për mrapa, edhe këtë koridori mesin kështu, se shojnë diçka që s'duhet, edhe Ledri bëhet kështë nervës në mjek mua, edhe po më zen, edhe më këshirë si u pianisi me kesh, edhe ai pianisi me kesh tha, nice. Që kjo Ledri? Pak, se peshë që si ajo nuk paska O ka vjen edhe tjetra manual fryme si asma Ato po vin me shoqe, unë vi me gangsta Ato pin alkohol, ama na bo dhe zim ganja Ky artistë të tjerë. Hajde kësejna mi da volina, pina mi da volina Kënga me Ermal Feyzullahun dhe ljumin e grupit Chaos, edhe pse u lançua në dhjetor të vitit të kaluar, vazhdon të dëgjohet edhe tani. Po kam vini shishe, so kam vini got Kemi da volina, deri sa bina m'tok Se sot e s'jom vetë me, njëm kam vi me shok Edhe se kena njet më këthy pa pirot Vetëm në YouTube, numëron rreth 15 milion shikime. Ko me dali funit edhe nëse vi i pari Buka këthi zari So kam vini nati E ndërsa, projekti i dytë i Treshës i dha kupën e triumfit të Top Festit të fundit. Top Fest 12 i fundit shkon për Ermani Lumin dhe Ledri! S'këm fitu asë njerë vend, por asë njërin s'këna fitu asë njerë ndjenë, por është ndjenjë e papërshkrueshme. Ledrin është përshtohet jashtëzakonisht shumë edhe në farë mënyre ka pas edhe fatin me dalë qytetashin që të kohë me Ledrin.